Dimri i këtij viti po përballohet pa probleme në shkollat e Bashkisë Prenjas. Në shkollën 9-vjeçare Qypra Sokoli, sopat e zjarrit ndisen çdo ditë para fillimit të mësimit, duke siguruar ngrohje për nxënësit dhe mësuesit gjatë gjithë procesit mësimor. Në shkollën tonë unë e gjej të ndezur, kur vi në mëngjes në orën 7:30 e kam gjetur gjithmonë të ndezur nga sanitarët e shkollës tonë dhe pastaj kujdesemi ne. Në shkollën tonë nuk ka munguar asnjëherë ngrohja dhe nxënësit dhe të gjithë prindërit na shprehen të kënaqur për kushtet e mira që fëmijët kanë çdo ditë në këtë shkollë. Përshëndetje, unë jam Anelia dhe jam në klasën e 4. Për ditë. Sa orë qëndron e ndezur stupat e ju? Derisa shkojmë në shtëpi. Në klasën tonë zjarri ndizet që në orën 7:30. Dhe zjarri përfundon me përfundimin e procesit mësimor. Sipas drejtorit të zyrës vendore arsimore Mehdi Hana, ngrohja është siguruar në të gjitha shkollat e bashkisë dhe do të vijojë deri në fund të muajit mars. Nga 15 shkolla qendër që kemi, 13 nga këto ngrohen me dru zjarri, ndërsa 2 shkolla, shkolla Salia Lirajs dhe shkolla Dilaver Nejxha në Qukës kanë ngrohje qendrore. Edhe në shkollat varëse, kemi 14 shkolla varëse të këtyre shkollave, ngrohja bëhet me dru zjarri. Nuk në ka munguar ngrohja për asnjë moment, edhe në ditët që më përpara që temperaturat qenë shumë të ulta, ne nuk patëm asnjë lloj ndërprerje mësimi, rrugët ishin të hapura në zonat e larta si që janë shkollat Stravaj dhe Skënderbej, pati një sasi të rreshjeve të borës, rrugët u hapën brenda ditës pothuajse, pra se qelluan ditë shtuna dhe diela, dhe ditë në hënë gjithë mësuesët ishin pranë shkollave dhe nuk patëm asnjë lloj ndërprerje të mësimit.